Mirëmëngjesit nga kuzhina. Mirëmëngjes. Dhe javë të mbar. Amin, gjithçka mbar. Gjithçka mbar. Të këndshme, të thjeshta që i ndihmojmë ambizat tona. Atëherë. Mund të presim edhe të na tregojmë pak nga eksperienca e tyre në kuzhinë, se a kanë filluar me listat të ëmbëlsirave. Edhe besoj se një 5 vite pastaj fillojnë fuqishëm. Me këto planet për tryezat festive. Po fillon pastaj ky vargu i gjatë i recetave, i sallatave, antipastave, i kombinimeve nga më të ndryshmet, gjë që ndihet edhe këtu tek ne, në kuzhinën tonë, por edhe tek çdo familje, apo jo. Unë ti të them, në Festa pas festën e do ham. Po, e mirë. Vetëm nëse ne zgjedhim produktet e duhura, puna shumë e thjeshtë. Patjetër. Pra, bëjmë edhe muhabet, edhe brumi bëhet vetë, ja. Që bëhet brumi vetë, ja. Unë filloj e punoj, edhe muhabet bëj, sepse unë zgjedh olën, edhe ja, opa, shiko, që sa i butë që është brumi. Fare, edhe ndatet e ve shikoni. Që si për drejt, po ku do shkosh, mo e mirë, ku do shkosh, ja. Elastik paske gatuar, paske bërë gati brumin për një byrek besoj. Po, për një byrek me presh, shpejt, ka marrë pjesën e bardhë edhe pak pjesën jeshile, jo bishtin, i ka marrë, i kam zjerë, as i kam skuqur asgjë. Thjesht i kam zjerë. Në ujë kam vendosur pak skripe edhe vaj, asgjë tjetër. Tani shof, kam kosin, gjë që nuk e mendoj 2 herë fare, pakës kos, pakës djath, direkt, ja. I përzijej. Shtoj. Vaj. Se tham që nuk kam shtuar fare vaj këtu. Ja. E shtoj masën. Shojmë edhe recetën të shkruar, Albana i ka bërë gati në tas, dhe sigurisht që do t'i tregojmë edhe produktet. Atëherë kemi 2 gota me përsa i takon brumit, kemi 2 gota ujë, 5 gota miell, 100 gram gjalp, 1 lugë çaj vaj, 1 lugë çaj krip. Për mbushjen kemi 1 kilogram presh, 100 gram djath, kos, vaj ulliri, krip, piper i zi. Kjo është lista me produktet tona. Gati është bërë mbushja, gati është bërë edhe brumi, e ndarë atë në kulaçka, në kuleç të vegjël. Ja, këtu. Më duhet të ketë pakës lëng pa tjetër. Dhe shtoj të kjo e vogla tjetërën këtu, sepse e shoh që është e voçkël. Dhe ta lyejmë edhe pak tepsin. Që t'i shtrojmë petët. Lihet kur janë me kulaçka, byreku bëhet më i shkrifët. E largoj edhe. Me kulaçka. Peta e poshtme normalisht duhet jetë më e madhe, të ketë peshën. Dhe këto të tjerat. Sa më shumë të qëndrojnë, aq më i butë bëhet. Po. Kështu pra po përgatisim një byrek me presh, një traditën tonë, dikush i shton kosin edhe djathin, siç i shtuam ne, dikush tjetër me presh me gjiz. Po këto që janë kështu me 5 gruri, e duam pak të dhe sa më shumë të qëndroj, aq më mirë. Ja, e lë që të pushoj. Se hape njëra pas tjetër dhe pastaj një petë e vetme.
Pjekja sigurisht në Furën nuk e harrojmë, se mire the. Po, 200 gradë të ngrojmë, para ngrojmë pak furën, që të vazhdojmë pastaj edhe me recetat të tjera. Kemi recetat të tjera me... Kemi recetat të tjera, edhe 2 të tjera kemi. E të zbulojmë avash avash. Ja. Tani, i kemi hapur. Pa ato yndyrën e duhur, por edhe jo e shumë e yndyrshme që të dalja shumë në sipërfaqe. Që mos anër, sepse në gjisin. Duhet tek byreku. Më duhet edhe një këtu, sepse pjesa e poshtë me duhet jetë të ketë më tepër, më e trashë, sepse më banë peshën bazën. Nga pesha të mos kaloj tek tepsia, diskutohet. Ja, të këtu. Bëjmë edhe ato ritualin që e kemi qef gjithmonë për të shijuar edhe kafen ton lavaca, ngrohet pak ekspresi dhe të konsumojmë kafen për të vazhduar ditën. Është fillon java, është një ditë e gjatë sot, fillimi i javës gjithmonë është pak më i ngarkuar, edhe psikologjikisht, po jo për ata që e duan shumë punën. Po që shkojnë me përtes, pastaj është më e rëndë akoma. Fillimi javës. Pun, Luma ata dhe ato që bëjnë punën që duan. Që të shohim pak as dritë. Pun, që të hapim edhe brumë. Doni ma. Vetëm se kur shoferi jep makinës, nuk fletë se shpërqëndrohet. Duhet ta kuptojnë anëvisat këtë vështirësi. Kur gatuan zëmos kur hapen petët, shikoja. Ka arrin një mas përqëndrimi, brumi ka ardhur shumë mirë, ka ardhur i mirë. Shtushëm dhe duket që hapet në mënyrë të njëtrajtshme, është elastik, i butë shumë. Ja, edhe një qikës këtej. Pra s'kam nevoj fare për pecin. O, pis postoj. Pra pavarësisht se shtuam më tepër kulaçka, edhe peta është e hollë tani. Dhe ne e mbledhim e rudhim brenda në tepsi. Lëm njëherë jashtë, më pas. Edhe aty që qëndron, edhe këto minuta që qëndron duke punuar kulaçkat e tjera. Do hap edhe petën tjetër që të ke mundësin e ftohjes mirë të iqit. Po. Mojgjane. Kur i them unë nikit si flutur. Flutra janë vetë sot. Po me mosh. Me mosh është dhe kjo pjesë. Po thash është gjitha tek kënaqësia tek pasioni i bëgjës. Kur e bën diçka me në fillim si e thash. Më përpara ke qenë produkti. Është produkti patjetër. Po më përpara nuk ke pasur shumë qejf, ke thënë. Unë jam produkti në nënës time, kjo është. Jo, nuk i kam pasur qef. As një lloj gatimi s'kam pasur qef, jo si kam pasur qef. Jo më brumin edhe petët. Di them që kush kush e ka qef edhe këtë mamamën e shkret, i jepet akoma dhe më shumë këtij pasioni. Jo, se një unë e kam qef të mamamën. Një plot edhe unë që e kanë qef të konsumojnë, por nuk din të gatuajnë. Sot është trend të dish të gatuash, nuk është si dikur që kush vajzë e re ose djali i ri gatuante. Në brezin tona vinin të gatuanim qa fleti ku kishte dua qa flet. Ja, u hap. Mirë është që edhe si studimet tregojnë dhe për fëmijët, kush përfshihet në gatim në punët e shtëpisë, janë studimet të cilat janë hipotetike sigurisht që kalojnë nga një variant në tjetrin, janë më të suksesshëm në jetë. Fëmijët që bëjmë punë shtëpie. Po, madomendja që diçka pozitive është. Kur ata përfshihen në punët e shtëpisë, në gatim sidomos, i bën edhe më kreativ, i përballojnë më mirë situatat e tyre. Ja, furën e kemi parangrore, thash këtë gjëron. Po kemi parangrore, tani kemi dhe petën e fundit. Kemi dhe petën e fundit. Zënja e brumit, tani vendosim edhe mbushjen.
Ja të ma një luk tjetër që të kemë mundësi. O si që është e kalojmë, se nuk e kemi shumë të madhe të psin, sa i but brumi? Shumë i but, prandaj edhe na duhet. Shumë i but. Opa. Përhapi mirë mish, të ketë mjaftueshëm mbushje. Edhe mos jetë edhe i thatë. Të ketë pak lëngje. Dihet që në çdo byrek mirë është të ketë mbizotëroj mbushja. Edhe petët jenë të holla, mos ketë më shumë brumë se mbushje, çfarë do lloj mbushje qoftë ajo. Kjo është një mbushje dimërore, në fakt preshi është një perime e dimrit, ndaj edhe i zgjedhim her pas here t'i sjellim në përgatimet tona, sepse kemi thënë gjithmonë që do t'i përmbajmë stinës, se çfarë sjell ajo. Ja ku kemi deri këtu e kemi në këtë fazë byrekun, duket shumë mirë. Mundohuni që edhe pjesën jeshile, ose bëhet edhe me vetë me fletat e preshit. Po si jon? Pjesën jeshile. Kemi shtuar edhe djathin, kemi shtuar edhe kos, kemi rregulluar pastaj shihen edhe me pak vaj, edhe me kripën, nuk e di nëse ishte djathi pak më i kripur apo jo, por është me krip, prandaj edhe nuk si kam shtuar fare krip. Duke e provuar paraprakisht. Ja dhe peta e fundit dhe përfundojmë. Në fund fare sigurisht një spërkatje me pak vaj. Ansoret i kemi kujdes tani në fund fare. Megjithatë, nëse janë i kemë të këtu, opa. Ja, kështu është kjo një mënyrë për të prerë pjesën anësore pa përdorur thikën, apo edhe e pret në një mënyrë më të njëtrajtshme. Preta e poshtme është pak më e madhe. Opa! Edhe këtu një kulaç të voçkël edhe? Po, fiks kur kemi qenë të vegjël. Nëse mbetesh çik brumë, nuk bëheshin ato. Edhe ishte gëzimi i madh biles, plus që ti je një brezohu. Se shijonte më vete ajo, ishte kështu në cep të tepsisë. Edhe shijoheshe ngrohtë. Kështu përfundon pra byreku për t'ia kujtuar të gjitha zonjave çfarë të gatuajmë sot, çfarë të gatuajmë sot. Ja një byrek me presh, me kos dhe djath. Spërkasim, i japim dhe penelin e fundit me vaj. Direkt në furrë para ngrohur në 200 gradë Celsius. Byreku piqet, ne vazhdojmë me recetën tjetër, kështu që është nevojshme tani të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi për të vazhduar me çfarë vazhdojmë pastaj. Bëjmë gati me një gjell me brinj keci. Gjell me brinj keci. E shohim pas pak. Ndërkohë që ndodh ai proces, në tryezë le të sjellim byrekun ton me presh. E shifeni pak. Se e mirë që është bërë, ta lëmë që të ftohet. Si e duam ne, krokante apo të butë petën? Nëse e duam krokante, po e lëmë kështu pa mbuluar. Nëse i duam më të buta, shkrif tapetët, e spërkasim me pak ujë dhe vendosim një pecet, por me sa duket, me sa kuptoj unë, i duam që krokante. I duam një qik. Atere, bëjmë një spërkatje pakës fare me ujë, ose vendosim pak gjalp dhe sërish të vendosim në furrë për të pasur atë shtresën krokante.